Mirëmëngjes nga këndi i kuzhinës, ja ku jemi gati, zonja Vjoca, mirëmëngjes, jemi gati që të nisim nga puna për të tjera receta, për këshillat e tua, por edhe për atë dashurin që të karakterizon, që kemi thënë është ai përbërësi që nuk duhet të mungoj asnjëherë. Çfarë do të Gjitha mbise. E vërtet. Sot do të përgatisim një mëlçi me vezë dhe me domate. Natyrë fërgese, si me thënë, por do ta gatuajmë në një mënyrë ndryshe. Të shohim. Mëlçi me vezë dhe me pul me vezë me domate, do me thënë. Mëlçi pule. Okej. Mëlçi pule me vezë edhe me domate, për cilët do të na duhen. Mëlçi, 300 gram mëlçi, domate, 4 kokra domate, 4 kokra vezë, 100 gram djath parmigjan ose djath i fort kaçkavall, një kokër qep, një gjysmë gotë e verë, kri piper të zi, një spec, një lugë kafeje ose një gjysmë lugë supe me rigon, 3 thelbi hudër, 4 lugë vaj ulliri dhe dashuria për ta gatuar. Dashuria patjetër. Ndërkohë që zonja Vjoca për bërës nuk qenë kanë pak, qenë kanë mashallah në fakt. Tani më thuaj mua. Domethënë gjithë këta Jo, më thuaj cilën nga këto përbërës ti nuk e ke në shtëpi. Ja, të gjithë. Në çdo familje. Po, e vërtet. Përjashto përbërësin kryesor që është mëlçia e pulës, që ne në një përbërës do ta blejmë në ditë për të gatuar. Sigurisht. Vezën e kemi për ditë në shtëpi, kripa gjithashtu, qepa, speci, vaj, hudhra. Domethënë këto janë pak, ato që japin shije. Ndoshta ndryshojnë shijen tek ajo recetë që di një anvis, dhe unë i kujtoj se nëse do të hedhim këto përbërës që kemi përpara, do të hamë diçka të shishme. E qartë, mirë. Ta shohim pak regjer të lutëm me një recetën grafike përpara se të nisim nga puna, për të renditur dhe njerë të gjithë përbërësit, por për të parë edhe ato kaloritë të cilat me të vërtet që na bëjnë kurioze. Dhe kemi 300 gram mëlçi pule, 4 kokra vezë, 4 kokra domate, 1 kokër qep, 2 deri në 3 thelbin hudhër, gjithmonë nga matësia varë, thot zonja Vjoca, një gjysmë lugë kafe rigon, një spec jeshil me feta, 100 gram djath kaçkavall, 4 lugë gjelle vaj ulliri, një gjysmë gotë e verë e bardhë, krip dhe piper i zi. Ndërkohë që kalorit janë 611 në total për një porcion mesatar, gjithmonë duke folur në bazë ekuilibrash, karbohidrate janë vetëm 10 gram, proteina 33.5 gram dhe yndyrna janë 28.5 gram. Shumë bukur. Fillojmë nga puna, zonja Vjoca. Fillojmë nga puna, unë kam hedhur në tigan 3-4 lugë vaj ulliri. Do ta lësa të nxehet pak, jo shumë, edhe me njëherë do të hedh mëlçit që ato të fillojnë të kapen. E qartë. Të ngrohtë, jo shumë të nxehtë. Do të grim qepën, shumë hollë, dhe në ndim për këtë, tashmë ju e dini, mua më vjen vetëm grirësja ime kembud. E dua të grirë shumë hollë, Oria. Në këtë moment do të hedhim mëlçit, që ato fillojnë dhe kërcasin, por nuk na kërcitën shumë, aq sa ne të na djegin apo të na shkojnë spërkita. Është e mjaftueshme, kaq pra, vaj nxehtë, nuk hodha as hudhër, as gjë tjetër siç bëjmë rëndom ndonjëherë zakonisht, kur ne vendosim një thelbi hudhër. Shumë. Tani do t'i kaurdisim pak mëlçit, derisa ato të ndryshojnë komplet ngjyrë, nga të kuqe që janë, të bëhen pak si në bezh. Me njëherë pastaj, unë do të hedh qepën, do të vazhdoj t'i kaurdis dhe filloj bëj gati specin në feta. Të dhe vajnë mëlçi, japim nga një faqe, edhe pastaj qepën. Okej. Në Vjoca në fakt në kishin edhe i duam, edhe i pëlqejmë, po ka dhe që nuk i shijojnë shumë këto mëlçit. Unë paraprakisht kam bërë një punë që mëlçit i kam pastruar komplet nga fjet dhe nga dhjamrat. Si që shikon, këtu nuk kishte fare, ishte e dukshme në një pjesë dhjami, jo.
Është e vërtet, në fakt duket që janë shumë të pastra le të themi. Të pastra? Si llokume. Ashtu duket. Si llokume. Shumë. Tani, e shikojmë që mëlçia këtu nxjerr pak lagështirë. Po. Do ta lëm këto janë momente, edhe kur hedhim qepën ori, edhe kur hedhim mishin, dhe kur hedhim përbërës, këpurdhat, që lëshojmë lëng, nuk mund të hedhim përbërësin tjetër, por njerë, për arsye se do të bëhet shumë lëng dhe do të na duhet akoma më tepër kohë për të realizuar atë që dëshirojmë. Kështu që japim kohën që duhet. Nëse jemi pak të durueshëm, i japim kohën që duhet. Nuk vëm kapaku në këtë moment, e lëm kështu dhe me njerë dhe për pak minuta dhe 1-2 minutë dhe ne do të hedhim, nuk kam hedhur dhe kripë, si që shikoj. Po, vetëm vajin edhe mëlçit kemi deri në këtë moment, është lëngu i tyre ai që tani po bën të vetën, ndërkohë zonja Vjollca, po, unë do ta shfrytëzoj fërluesin sot, Kenwood, pasi dua të bëj një mëngjes nga ata që më pëlqejnë shumë, e banane, me pak mjalt, shumë mirë ti vazhdo. edhe me qumësht. Dikush mund të thotë në shtëpi po shumë i ëmbël, po ja që na duhet. Ashtu. Shiko, ti e preferon lëngun me qumësht e me banane? Po. Por aty mund të bësh lëngje nga më të ndryshmet, a? Po. Unë për ndonjë javë kur direkt ndonjë ditë, kemi realizuar supa të ftohta, me një shije të mrekullueshme. Fantastike, me kastravec, me selino, me çfarë nuk i kemi gatuar supat. Si pas të ngjyrave o kemi hedhur. Po. Kohët e fundit, kur bërëm para 2 ditësh, bëm supën me avokado. Po, me avokado. Dhe për të realizuar atë kremin kompakt, atë kremin e mirë, mund të realizojmë vetëm me frulatorin Kenwood. Po. Gatimi i sotshëm do të hidhet në porcionet veçanta dhe patjetër do ta vendosim vetëm 10 minutë në furrë. Prandaj, paraprakisht ne do të nxjerrim furrën. E ngrohim atë në temperaturën 200 gradë dhe në momentin që do të vendosim brenda në furrë përgesën quheni si të doni, mëlçik me domate dhe me vezë, do ta ulim temperaturën 180 gradë për arsye se të gjithë përbërësit do të jenë pothuajse të gatuar. Zonja Vjollca, do të thënë kemi punë edhe me furrën sot, përveç se me sobën për shumë pak para përgatitur. Po, kryesisht ne mund ta vendosim edhe këtu dhe i hedhim vezët sipër. Ai qartë, po mjo. Po, për të mos ta prishur gatimin, do ta bëjmë në porcionet veçanta. Mund ta vendosim. Tani është momenti, siç e shikon Ori, është madje shumë e dukshme, që këtu ka mbetur si salcë, ngjyra e mëlçive, por nuk ka lëng. Atëherë do të hedhim qepën. Dhe le themi kjo është disi pjesë e teknikës pak, që duhet pritur që çdo përbërës të rrimarë lëngun e dy. Në këtë moment, po dha qepën, do ta lësh shumë pak, pa e ka urdisur fjala vjen, që të pres momentin e dur, se qepa tani do të nxjerrë vetë lëngun e saj, tani unë do të hedh domaten, qepa do të jetë evidente deri në fund edhe kur ta hash ti. Do të duket. Nëse ne duam të realizojmë diçka të këndshme, që dhe fëmia që nuk ne i ha qepën, të mos jetë e dukshme, ajo të ketë vetëm aromën dhe shijen, atëherë duhet presim pak. E shikon si u bë tani, u mbush plot me lëng? Po, e vërtet. Pra, do ta ka urdisim me kujdes, në një temperaturë mesatare, dhe temperaturat luajnë një rol shumë të rëndësishëm për gatim. Nëse ne do të rrisim temperaturën atje kur nuk duhet, nuk do të realizojmë kur atë që ka pretendojmë të gatuajmë apo të shijojmë nga një recet. Pra do të presim dhe pak, ndërkohë merremi duke përgatitur përbërësit e tjerë. Ndërkohë, unë kam prerë në feta specin, filloj dhe bëj gati hudhrën. Na nevojiten 3 thelbi hudhër të grira me thik hollë.
se edhe mund t'i shtypnim, por jo, e duam pak që t'na duket hudhra. Dhe t'na japi shien e duhur. Sa e mirë, zonja Vjollca? Kush? Lëngu? Tre thelbinj hudhër, Po. që janë pak të mëdhenj. X është momenti kur t'i hedhim edhe një sy tavës. Po. E shikon, ka më lagështirë? Ja. Qepa e lëshoj dhe e rifitoj. Qepa, po, ka filluar të t'kurret, ka ndryshuar ngjyrë, dhe tani po mund të hedhim përbërës të tjerë që mund t'jenë edhe të lëngshëm. Ok. Çfarë do të bëjmë tani? Tani do të hedhim hudhrat. Do të hedhim rigonin. Do të hedhim specat. Dhe do t'i kaurdisim shumë pak. Pra, nuk kemi hedhur domatet, vezën, djathën dhe kripën. Edhe verën. Pra, si që shikoni, ka lagështirë tani? Ja. Tani në këtë moment, ne do të hedhim një gjysmë gote verë. Do të arrisim temperaturën dhe do presim sa mëlqit ta avullojnë, ta thithin dhe të avullojnë alkoholin e verës. Që nuk duhet shumë kohë, pasi përgjithsisht absolutisht jo. do të shpejt. Tani pra, deri tani temperatura duhej mesatare, do vi një moment që ne do ta ulim temperaturën, do të jetë shumë e ulët temperatura. Tani do të rrim derisa këtu të mos ketë më lagështirë. Të ikë alkooli tepër, në lërë vetëm shien që na duhet për gatimin. Nuk do të vëm kapak, edhe kjo është e rëndësishme. Në këtë moment nuk vëm kapak, dhe i heqim këto kasat. Do të hedhim tani pak krip dhe piper të zi, pastaj do të hedhim domatet. Deri në këtë moment jemi në rregull, zonja Vjollca. Unë jam në rregull. Edhe kemi vënë vajin e ullirit. Po. Mëlqit. Po, hodhëm vajin e ullirit. Nuk e lam që ai të digjet shumë. Sa të ngrohej. Të ngrohet. Hodhëm mëlqit që më parë i kemi shplar pak, i kemi pastruar nga të gjitha yndyrnat e tij, madje ato zemrat e vogla i kemi çar brenda, i kemi hequr dhe pjesën e dhjamit dhe të gjakut. Ishin shumë të mira, shumë të bukura, shumë të pastra. I presim, nuk i hanti mëlqit. E di, këtë e di. Ama atëherë kur i gatova unë mëlqit e qinjit. Ka bjënga, si çdo gjë tjetër. Dhe i vendosim në vaj pra të ngrohur, jo të nxehtë shumë. I kaurdisim derisa ato të ndryshojnë ngjyrë dhe të avullojnë lagështirën e tyre. Gjatë kohës që procesi vazhdon këtu, ne grim qepën shumë. E bëjmë gati. E hedhim qepën, e kaurdisim qepën për 2 minuta. Për 2 minuta është e mjaftueshme që dhe qepa të avullojë lagështirën e saj. Atëherë do të hedhim rigon, do të hedhim specat dhe hudhrat. Do t'i kaurdisim dhe me njëherë sa dhe ato të marrin një kaurdisje të lehtë, pastaj do verën. të shuajmë me një gjysmë gote verë. Në këtë moment jemi që po presim që vera të avullojë lagështirën e saj. Edhe si që shikon, pothuajse, dhe për 1 minutë dhe gjithçka këtu është gati. Pra, këto janë recetat, me thënë të drejtën, që unë i kërkoj për andisat që mos të vënohen, të gatuajnë, shpejt, po dhe shumë shishëm, jo shishëm. Në 10 nga aroma që vjen, zonja Vjollca, me të vërtet që të ngacmon shijet edhe shisat për ta shijuar, po ashtu si shtetë e ti edhe unë që nuk jam fare fanse e mëlqive, kam përshtypjen që nuk do të rezistoj, paktën pa shijuar një sasi të vogël. Dyshoj që do të fillosh të arrisësh sasin. Dyshoj pak sa për këta. Mirë. Atëre, tani domatet. Tani do të hedhim domatet, do të hedhim dhe pak piper të zi, se mund të hedhim qik më vonë prapë, po unë mendoj që më mirë t'ja hedhim në fund, para se ta vendosim në tavat personale. Pra, si që shikoni, tani nuk ka më alkohol
të verës më tepër fillon dhe të dali yndyra. Po, do të hedhim domatet. Okej. Tani gjithashtu do të krijohet një masë e lëngshme, besoj se domatet përgjithsisht kanë shumë lëng. Kanë shumë lëng domatet dhe tani në këtë moment do të hedhim krip. Vjoca, mund të përdorim edhe salcë në këtë moment, domatesh? Janë për shumë dhe të salcat me domate, të prera, kokër? Po, shiko, mëlqit e pulave ne I gjejmë në treg dhe në verë dhe në dimër. Në këtë moment domatet sigurisht që janë lirë dhe mund të përballohen nga mbisa dhe edhe ta blejnë e ta gatuajnë. E qartë. Por, nëse ne do ta bëjmë një gatim të tillë në dimër, atëherë pse jo, kur domatet janë edhe shtrenjtë, por domatet atëherë dhe nuk e kanë atë shihen që duan. Dur, mund të jenë dhe të forta, atëherë mund të marrim kutia që kanë pomodorini të qëruara, të bëra ose të coptuara, të grira. Gjithçka është në supermarkete sot. Po, për të kompensuar ndonjë mungesë të mundshme. Ashtu siç thash dhe në gatimin e suflejës me këpurdha, që nëse në një moment edhe mua më ka ndodhur, jam nisur për të marrë këpurdhat freskëta, janë mbaruar dhe sigurisht e kam zvendësuar me këpurdhat të konservuara. Natyrshëm. Tani, pasi ta mbarojmë, do ta vendosim në tavë, zonjë, dhe do ta lëmë më pas në furrë. Po, në furrë. Mund ta lëmë këtu, në tigan, ku kemi, e lëmë derisa ajo të thahet, mirë, dhe pastaj do të hedhim vezët. Vezët edhe mund t'i rrahim, dhe mund t'a mbulojmë komplet sipërfaqen sipër, sipas preferencave të familjarëve, por mund t'i hedhim dhe syze në për tasa. Si familjare kryesore këtu në shtëpinë tonë, unë I dua syze. Syze t'i bëjmë. Sy. Okej, tani e ka urdisim dhe pak domate. Dhe mund t'i vendosim në për tavat personale. Do të më sillet qikat lugën e madhe, të lutem. Po, zonja Vjoca, po shikoj edhe një herë kalorit nga që kemi mëlqi, kemi vezë. Dhe? Edhe thash, po prit, a I kemi mjaftu shumë kalorit? Dhe në fakt është një recetë e bollshme. Hodhëm dhe piperin e zi. Që është gjithmonë si pas dëshirës, në sasi. Ashtu. Dhe tani, dhe për 1 minutë, unë do t'i vendos në furrë. Shiko, unë dhe kur bëj omlet me domate, e lë domate nuk e thaj fare si salcë, se jep një shije të veçantë. Me gjithë ato janë tendencat e mia, janë shijet e mia, që unë asgjë nuk e kthej, do me thënë që ta bëj në salcë, ose që ta tresë. Vetëm në momentet veçanta. E qartë, zonja Vjoca. E di, e thënë kështu publikisht, madje edhe kemi menduar një nga që më kujtove omletën, më dërgove pak larg deri në Londër, ku është një ndër vendet më të bukura. Okej, e dim të gjithë. Por ka një specifik, ka të mëngjesin anglez që e përflasin dhe e duan shumë të gjithë, dhe ne kemi një mikun tonë në News 24, cilin mund të aftojmë një ditë që të në realizoj pikërisht atë mëngjesin anglez. Po si pa tjetër, tipik. Nuk po ja them emrin, po e le sekret. E di unë se kush është. E di unë që e di. Po që ja, ma kujtove ti me omletën. Ja. I bëjmë në porcionet të veçanta. Këto janë për 2? Apo ja? Apo për 1? Po si të duash ti, Ori. Nëse të hahet. Në fakt, edhe për 1, Gjanën, po. Për 1 është tepër. Nëse do t'ishte e vetmja gjë në tryez, mund t'ishte për 1. Nëse do t'kemi dhe një supë, apo një sallatë të bollshme që e shoqërojmë, mund të mjafton të dhe gjysma, zonja Vjoca. Ma e pat pjatën tjetër? Po, urdhra. T'i ndajmë kështu në mënyrë vllazërore. Po. Dhe, ja. Jemi gati që t'i vendosim në furrë dhe nuk do t'i lëm gjatë. Në furrë pasi janë pothuajse. Do t'i vendosim tani në furrë. Tani do të hedhim pak djathë. Djathë kackavalë, parmigiano, djathë
Si të ke qef Djathë të avizat? fort, kaçkavall, që mund ta zvendësojnë. Dhe Vezët. tani hedhim vezët. I bëjmë pak vëndin grop këtu. Edhe këtu. Ha, do një tas? Po. Kemi thënë që vezët du t'i provojmë një herë. Po. Para se t'i hedhim. Ordra. Zgjidhe një më të më. Një. Një. Ashtë. Po. E heqo. Na i trëmbe ambisat. 2. 2. Ja. Kede 2. Po. Kjo, me të vërtet që aji vëndi që kryove pas ka qenë i nevojshëm, se qëndron ajo me njëherë kryon bazament. Ja dhe e fundit. Mendoj që jemi në rregull, Po. Tani, Zoja Vjoca, veza do jetë përcaktuese për të na bërë dhe të kuptojmë që është pjekur? Po. Okej, e kuptoj. Tani, Ti vendosur? Pa tjetër, mund t'i vetëm kujdes mos digjesh, se nuk janë të ftohta, janë të ngrohta. Ja të ndihmoj unë të hap derën. Ashtu. Ja njëra, ja dhe tjetra. Atëhere, përgatitëm sot mëlçi pule me vezë dhe domate. Është një recetë shumë e thjeshtë, por ju garantoj dhe shumë e shishtë. Zoja Vjoca, tavat me mëlçit e pulës me vezë kemi në furn, besoj që mendoj se janë do t'jenë gati. gati, ndërkohë unë po përgatis një pjatë me pastë, që do bëj? Pena arrabbiata me peshk këton. Asa, Po, mirë, për t'i Zoja dhënë Vjoca. një recetë që mund t'a gatuajmë në 2 variante. Për të më bërë qefin mua, se unë e kam shumë qef. Me që se njëra recet ishte mëlçi, Po, sa mirë të ka shkuar mëndja, kemi bërë edhe pene. në fakt për hir të vërtetës, unë nuk i bëra për ty, i bëra për ambisat. Pa mirë, unë doa të përgëdhel veten edhe them që i bërën për mua, po ambisat e di shumë mishë që të çdo ditë gatuan për to. Ndërkohë që pene Zoja Vjoca përgjithsisht nuk kanë tonin, ë? Po, dhe desha ta theksoja që në fillim, për ato ambisa që do të kenë në menyn e tyre recetën që unë përgatita sot, pra mish pule me domate dhe me vezë, mirë është që penet t'i bëjnë thjesht, pene arrabbiata, pa peshkton. Një ambis që ka në një gatim pa mish, atëherë mund të përgatisi pene arrabbiata me Dhe tonin peshkton. për të patur varietet në tryez, nëse ka diçka të më pashme, atëherë s'ka nevojë. Le themi kjo është një pjatë e parë, një primo, makaronat që unë hodha një konsumojmë. thelbi hudhër, Po, dhe këtu kam salcën e gatshme, që ne mund t'a gjejmë të gatshme në supermarket, ku lexon salcë arrabbiata. Nëse se gjejmë, mund t'a përgatisim vetë. kollaj Mjafton fare. domate, piper të kuq dhe pak djegës, dhe mund t'a shoqëroni me ullinj. Shiko, aty mund të fusë shumë përbërës. Një nga përbërësit në fund është djathi, parmexhan, që shoqëron pjatën me pasta, pak borzilok dhe kaq. Zoja Vjoca, në fakt, është me të vërtet një recet e thjesht, por ka një shihet fort, se është pikante, kështu që... Unë i vendosa penet i zjeva më parë dhe i largova për arsye se kaloi minutazhi i tyre, duke hedhur në ujë pak krip dhe një gjethe dafine, gjë që unë e bëj zakonisht. Këtu kam lënë pak fare lëng nga makaronat, ku do t'ja shtoj salcës. Dhe penet duhet të zjejnë për 11 minuta, unë e kam lënë 1 minutë më pak, për arsye se do t'i hedh këtu, që t'i marinoj dhe t'i lë 1-2 minuta së bashku me salcën. E të plotësohet i gjithë minutazhi. Mirë, ndërkohë që ne mund të shohim edhe recetën grafike të makaronave që Zoja Vjoca vendosi të na gatuaj si recetë të dytë, dhe kemi pene arrabbiata me peshk ton. Kemi 300 gram pene, 250 ml salcë, 80 gram peshk ton, 50 gram djath kaçkavall, një thelbi hudhër, 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi,
dhe një gjethë dafine, borzilok, si pas dëshirës. Gjethën e dafinës e largojnë në këtë moment. Dhe tani salsa është gati, ku unë do të hedhë penet. Ndërkohë, zonja Vjoca, dhe kalorit për këtë recet janë 467 në total për një porcion, 65 gram karbohidrate, proteina 21 gram, dhe yndyrna 14.5 gram. Pra, pjata me pene është gati, dhe në këtë moment, unë do të hedhë peshkun tonë. Do me thënë peshku shtot për thuaj se në fund. Po, në fund fare, mund të hedhim dhe në salës, mund të hedhim dhe këshu si për makaronave. Po më mirë, kështu se nuk në shullet shumë. Peshkun nuk e marë zakonisht, unë personalisht nuk e marë në vaj, po e marë të konservuar në ujë. E qartë. Me thënë, kjo që ti përdori ishte nga ato të konservuarit në ujë. Po. I thjesht, do me thënë. I thjesht, po. Se përgjithsisht e shkruajnë edhe ato në konfeksion, nëse janë të konservuar në vaj ulliri, apo ka ndonjë përdorës tjetër. Dhe pjata është gati, e fikim, do t'i vendosim qik borzilok. Unë po nxjerr një pjatë që do të duhet për ta servirur, dhe ndërkohë që ti, zonja Vjoca, do të servirësh penet me qetësi, unë do të marrë pak. E ja edhe mëlqit e pulës, zonja Vjoca, që janë pjekur, janë gati. Beza duket e pjekur plotësisht. Ashtu. Ja ku i nxora. Zonja Vjoca. Tani unë po i vendos këtu. Servirëm pjatën e penës? Po. Shumë mirë. Shumë mirë. Një pjatë e parë, makarona, pene, ata me pak peshk ton, dhe mëlqit e pulës me vezë. Tina the që nëse... Unë sugjeroj, nëse anvisat kanë vendosur që atë ditë të gatuajnë mëlqit me domate dhe me vezë, pjatës së pastës mos t'i hedhin peshk. E qartë. Se do të ngarkohen, kështu që në një ditë që nuk do të kenë mish, do të kenë një fërgesë të thjesht, atëherë mund të vendosin peshk. E qartë, mirë, zonja Vjoca, e rëndësishme është që ne të rikujtojmë anvisave dhe një herë, pikërisht se si proceduan për të gatuar mëlqit e pulës, pasi penet, makaronat ishin të thjeshta dhe i pan tani së fundmi dhe i ka në memorien e tyre, e nisim me recetën grafike të recetës për t'i parë të gjithë përbërësit, e me pas zonja Vjoca na saktëson dhe një herë të gjithë procedurën për të patur kujdes në ato hapa që duhen dhe në teknikën që duhet të ndjekur. Kemi mëlqi pule me vezë, 300 gram mëlqi pule, 4 kokra vezë, 4 kokra domate, 1 kokër qep, 2 deri në 3 thelbinj hudhër, një gjysmë lugë kafe rigon, një speci jeshil në feta, 100 gram djath kaçkavall, 4 lugë gjelle vaj ulliri, një gjysmë gotë verë e bardhë, krip dhe piper i zi. Kalorit për këtë recet ishin 611 në total për një porcion, ndërkohë që karbohidrate janë vetëm 10 gram, proteina 33.5 gram dhe yndyrna 28.5 gram. Këto ishin në total për sa i përket recetës së mëlqive. Ndërkohë që si proceduan për ta gatuar. Atëherë, fillimisht kemi pastruar larë dhe hequr komplet pjesët e yndyrshme dhe dhjamrat e mëlqis. I presim ato në kubik të rregullt dhe vendosim në tigan 4 lugë vaj ulliri. Në momentin që vaj ullirit fillon të ngrohet, ju të nxehet shumë, do të hedhim mëlqit pa hedhur aty brenda hudhër absolutisht asnjë gjë tjetër. I ka urdisim derisa ato të ndryshojnë ngjyrë dhe ta vullojnë lagështirën e tyre. Ndërkohë, presim qepën në imët shumë, shumë imët, dhe e vendosim qepën sipër mëlqive. E ka urdisim derisa dhe qepa të filloj të trete, të ndryshojnë ngjyrë dhe pothuajse humbet në tigan, dhe më pas hedhim përbërësit e tjerë. Do të hedhim pak rigon, do të hedhim 3 thelbi hudhër të prerë imët, do të hedhim dhe specin jeshil të prerë në fije. Mesatarisht as të vogla as të mëdha. Bravo.
I ka urdisëm për 1 minutë dhe këto, dhe në këtë moment do t'i shuajmë me një gjysmë gote verë. Hedhim verën dhe do të presim derisa vera të avulloj lagështirën e saj. E ka urdisim her pas here dhe kur ta shohim që ka mbetur vetëm yndyra, në atë moment do të shtojmë domaten, do ta rregullojmë me pak krip dhe piper të zi, dhe më pas, mbasi domatja të jetë farë disi, po jo shumë të na kthejt në salcë, do t'i mbushim porcionet e veçanta për secilin nga pjesëtarët e familjes, mund ta vendosim dhe një tavë, s'ka problem, dhe përsërisi pastiqen e nxjerrim për përsëri në pjatë. Po, mirë, përfundimi ishin vezët dhe... Vezët, në këtë moment, themi vezët edhe mund t'i rahim, por dhe mund t'i vëm syze. Po, i kemi të dyja format. Do t'hedhim djathin dhe mbi djathin do t'vendosim vezët. Do t'i vejmë në furr për 10 minuta është mjaftueshëm. Nëse ndonjëri nga ju e do vezën shumë të thatë, pjesën e verë të vezës, mund ta lër më shumë. Mund ta lër 5 minuta më tepër. Do po që nëse se do, e ish pak më shpejt duke kontrolluar. Shikon, domethënë, gjithë përbërësit kur ne i vendosëm në pjatat porcelani, pjatat qeramike janë pothuajse jo gjysmë të gatshme, po të çik më shumë. Po, sepse kemi gatuar për para kemi dhënë kohë. Është e mjaftueshme, siç e shikon, pjata nuk ka domethënë nuk ka lëng, pothuajse ka vetëm yndyrën e saj. Qartë. Mirë, zonja Vjollca, meqense domatën të paktën e kishim përbërës kryesor tek të dyja recetat, kemi një material shumë interesant të përgatitur pikërisht për vlerat ushqyese të domates, të cilat unë i ftoj anvisat që ta ndjekim tani që edhe recetat i kemi përfunduar. E ndjekim pash dhe rikthehemi. Domates mendohet të jetë Amerika e Jugut dhe ajo qendrore. Në 1519 u zbuluan rrënjë domateje që rriteshin në një nga kopshtet dhe më pas kjo farë u soll në Europë, ku më parë ishin mbjell fara të tilla që kishin ngjallur kuriozitetin e vendasve dhe përdoreshin për zbukurim, por jo për t'u ngrënë. Me shumë gjasa ardhja në Europë e domates ishte fillimisht ngjyrë të verdhë dhe ishte njohur si mollë e verdhë. Italia ishte e para që përqafoi kultivimin e domates pas Amerikës së Jugut, ndërsa në Francë është njohur si mollë dashurie. Në vitin 1897, kuzhinieri Campbell gatoi supë me domate, një veprim ky që nxiti në një farë mënyrë biznesin nga ku kompanitë nxorën në treg domate. Campbell aso kohë mund të ketë bërë një supë domateje popullore, por receta e parë e njohur me domate është gatuar nga Maria, e cila përshkroi supën me domate në librin e kuzhinës në vitin 1872. Domatja konsiderohet mbretëresha e dietës mesdhetare dhe është e famshme për numrin e elementeve të vlefshëm për shëndetin, vitamina, potas, fosfor, beta-karoten dhe likopen, një pigment antikancerogen. Likopeni gjendet me shumicë tek domatja dhe është një element natyral me veti shumë të forta antioksiduese. Nga një studim i bërë është zbuluar se likopeni mbron ndaj kancerit të prostatës. Njerëzit që konsumojnë të paktën 2 herë në javë domate janë më pak të ekspozuar ndaj sëmundjeve kanceroze, përmendim këtu kancerin e mushkërive të prostatës, të gjirit, të mëlçisë, të zorrës së trash. Por tashmë domate si njihet edhe një veti tjetër, ndihmon kundër kolesterolit. Të paktën ky është konkluzioni një studimi të kryer nga disa studiues finlandez. Arsyeja pse domatja ka këtë veti antikolesterol kaq të lartë ende nuk dihet, por sipas shkencëtarëve mendohet se numri i lartë i substancave antioksidante luan një rol kyç, sidomos i likopenit që jep domates ngjyrën e kuqe. Por ajo çka është e sigurt është fakti se personat që vuajnë nga kolesteroli nuk duhet t'ju mungojnë doza ditore të domates. Domatja e freskët ndihmon në ripërdoritjen e qelizave të lëkurës dhe jo rrallë herë përdoret nga femrat si një produkt kozmetike. Ja, kur i kthehemi sërish, ndoshim me të vërtet një material interesant edhe me kuriozitet për domaten, përveç se na rifreskoi memorien për ato se cilat janë vlerat e padiskutueshme. Në Europë kanë quajtur fruti i dashurisë. Pra dhe domatja nuk quhet zarzavat. Është frut. Fruti. Prandaj dhe në Shkodër thon molltarte. E kuptova, shiko sa lidhje e bëm mirë. Fruti i dashurisë, domaten që ju përdorim në të dyja recetat, zonja Vjollca e kishte dhe tek mëlçia e pulës me vezë dhe tek penet arabiate po me ton, se nuk ishte ajo klasike që është thjesht pene, domate, hudhër, vaj ulliri edhe piper. Po ishte dhe me ton, sigurisht i je pak më shumë shije dhe ju mund të luani gjithmonë me recetat, apo jo, se të ndryshojnë për bërës.
Po, këtë e dim, se dhe na e saktëson dhe ne e mban mend, kemi përdorur këtë kështu, tani do ta bëjmë kështu. Mirë për këtë që ndërkohë visa të dashura. Ju rikujtoj se unë duhet ta shijoj. Zonja Vjollca më dha, shiko Dora më shkon te penet e parë. Nuk kam ç'ti bëj zonja Vjollca. Këtë desha unë të shijoje live. Jo më kot unë kam me të vërtet shumë qef. Këtë do të shoj kur tëftohet pak se di që shumë e nxehtë, ndërkohë që ne ju themi mirupafshim anvisa të dashura nga këndi i kuzhinës. Zonja Vjollca, takohemi sërish nesër këtu.